Miti i modernitetit na ka bërë të besojmë se çmimi dhe sofistikimi janë sinonimi jetëgjatësisë. Megjithatë, përballemi me një paradoks industrial. Makina juaj e vitit 2026 është, në teori, një mrekulli inxhinierike më e sigurt dhe më efikase se çdo model i vitit 1990. Por ndërsa ato motor të vjetruar mund të përshkojnë 500.000 kilometra me mirëmbajtje bazë, mekanika e sotme është çuditërisht e brisht. Sot do të analizojmë pse ndjekja e përsosmërisë teknike ka sakrifikuar qëndrueshmërinë mekanike që dikur e merrnim si të misqen. Pika e parë: presioni i rregullorëve të emetimeve dhe kolapsi post-trajtimit. Arsyeja kryesore pse motorët modern po dështojnë nuk është domosdoshmisht ndërtimi i dobët i cilindrit, por mbytyja që ata i nënshtrojnë rregullorëve Euro 7 dhe rregullorëve EPA. Për të përmbushur këto kufi pothuajse të pamundur të emetimeve, prodhuesve u është dashur të shtojnë një stres kompleksiteti të jashtëm që motori nuk e kërkoi kurrë. Në vitet 1990, një motor thjesht thithte ajër të pastër dhe nxirrte tëmrat. Sot, një motor modern është i detyruar të gëltisë jashtëqitjet e veta. Valvula EGR, Exhaust Gas Recirculation, rifut gazrat e shkarkimit të nxehtë dhe të ndotur në dhomën e djegijës për të reduktuar oksidet e azotit. Si është puna? Që ky gaz është i ngarkuar me grinca karboni dhe bloz, që kur përzihen me avujt e vajt të karterit, formojnë një pastë gërryese. Kjo pastë blokon kolektorët e marrjes të ndotet valvulat dhe përfundimisht përfundon duke gërvishtur muret e cilindrit. Ne po sakrifikojmë pastërtinë e brendshme të motorit për ta bërë shkarkimin më të pastër. Në të dy motorët me naftë DPF dhe tani me benzinë GPF, sistemi i shkarkimit ka një filtr grimkash që blokon blozën. Kur ky filtr është plot, makina duhet të kryejë një rigjenerim, i cili përfshin injektimin e karburantit shtesë për të rritur temperaturën në nivele ekstreme, më shumë se 600 gradë. Ky proces është shkatërues për menaçimin termik të motorit. Nëse shoferi fik makinën gjatë një rigjenerimi, karburanti i tepërt që nuk është djegur mund të depërtojë nëpër muret e cilindrit dhe të përfundojë në karter, duke holluar vajin lubrifikues. Një vaj holluar me karburant nuk lubrifikon. Është mënyra më e shpejtë për një maniak të thyer ose një turbo të sekuestruar. Sistemi i injektimit të ules, AdBlue, është një tjetër hallkë dobët. Injektorët e këtij lëngu janë jashtëzakonisht të prirur për tu kristalizuar nëse makina nuk përdoret në udhëtime të gjata. Kur sistemi zbulon një dështim në AdBlue, shumica e makinave moderne kalojnë në modalitetin e urgjencës ose më keq refuzojnë të fillojnë. Nuk është një dështim mekanik i motorit, është një dështim i sistemit të pastrimit që rrëmben funksionimin e automjetit. Pika e dite: motoret e vegjël me turbo masive. Downsizing. Gjatë dekadës e fundit, industria na ka shitur downsizing, motor më të vegjël për të konsumuar më pak. Ne kaluam nga motorët 2 litra me aspirim natyral në bloke prej 1000 cm3 dhe 3 cilindra turbo. Termodinamika është e pafallshme. Nëse nxirrni 150 kuaj fuqi nga një motor me 3 cilindra, çdo komponent i brendshëm, pistona, unaza, boshti, po i reziston 3 herë presionit vendcesisë si në një motor të shkollës së vjetër. Turbochargers modern rrotulohen me më shumë se 200.000 rrotulime në minutë dhe funksionojnë në temperatura që mund ta bëjnë metalin të kuq. Kjo kërkon një sistem të përsosur ftohjeje. Megjithatë, për të kursyer peshë, bloket e sotme kanë mure shumë më të holla dhe kanale ftohjeje më të ngushta që bllokohen lehtësisht. Kur një motor me 3 cilindra ka një mbinqeje të lehtë, një copë litari nuk përkulet. I gjithë bloku deformohet duke e kthyer atë në një peshë letre alumin prej 3.000 eurosh. Për t'u dhënë forcë këtyre motorëve të vejel, turbo frin në presione shumë të larta. Kjo gjeneron një fenomen të quajtur LSPI, Low Speed Para-Ignition, ose parandezje me shpejtësi të ulët. Në thelb, përsierja ajër-karburant shpërthen para kohe për shkak të presionit ekstrem, duke dërguar një valë goditjeje që mund të koptojë një piston në milisekonda. Vajrat modern përpiqen ta zbusin këtë, por marshi i gabimit është 0.
Në vitin 1990, ju mund të përdorni vaj mediokër dhe makina ishte ende në punë. Në vitin 2026, një gabim në specifikimin e vajt shkatron motorin brenda një jave. Pika e trete: pushtimi i elektronikës së konsumit dhe vjetërsimi digital. Historikisht, jetëgjatësia e një makine matej nga komponentët e saj mekanik. Nëse motori funksiononte, makina funksiononte. Sot, një makinë mund të jetë mekanikisht e përsosur, por të mbetet krejtësisht e papërdorshme, sepse truri i saj elektronik ka vdekur. Prodhuesit kanë zëvendësuar butonat fizik me ekrane masive me prekje. Problemi është se elektronika e konsumit ka një cikël jetësor prej 5 deri në 7 vjet, ndërsa një makinë duhet të zgjasë të paktën 15 vjet ose 20. Këto ekrane janë të ekspozuara ndaj variacioneve brutale termike, nga 10 gradë nën zero në dimër në 60 gradë nën diell në verë. Përbërësitë e tabletave të integruara nuk janë krijuar për këto kushte. Kur ekrani dështon, ju humbni aksesin në kontrollin e klimës, navigimin dhe cilësimet e automjetit. Riparimi i një ekrani të integruar në një Mercedes ose Tesla mund të kushtojë më shumë se një riparimi plot i motorit në një makinë më të vjetër. Një makinë moderne ka nga 60 deri në 100 sensor. Shumë nga këta sensor janë kritik. Nëse sensori i pozicionit të boshtit ose sensori i presionit të hekurudhës së karburantit dështon, makina ndalon. Në makinat e vjetra, sensorët ishin analog dhe të fortë. Sot, ato janë digjitale, të vogla, dhe të lidhura me rrjete komplekse të autobusëve të vënave. Një kabllë e thjesht e zhveshur nga një brejtës ose një lidhës që ka marrë pak lagështi, mund të dërgojë një sinjal të gabuar që ngatëron njësinë e kontrollit, ECU, duke bërë që makina të hyjë në modalitetin e degraduar. Diagnostikimi i këtyre defekteve elektrike është aq i shtrenjtë dhe kompleks sa shumë pronar vendosin të heqin qafe makinën përpara se të hasin problemin, duke i kthyer automjetet funksionale në skrap elektronik. Më në fund, kemi problemin e softwareit. Makinat e sotme mbështeten në përditësimet e firmwareit. Nëse prodhuesi ndalon së mbështeturi një modull specifik ose nëse një përditësim over the air, OTA, dështon, makina mund të lidhet me tulla si një telefon celular. Ne kemi kaluar nga një epokë ku pronari kishte kontroll të plot në një epokë ku prodhuesi mund të vendos përmes softwareit kur makina juaj nuk është më e përshtatshme për rruga rrugore. Pika e katërt: software i përcaktuar nga hardware dhe arnimi i përditësimeve OTA. Në industrinë e automjeteve të vitit 2026, ne kemi kaluar nga ndërtimi i një makine në programimin e një kompjuteri me rrota. Koncepti i Software Defined Vehicle tingëllon si përparim, por në praktik ka lejuar një nga neglizhencat më të mëdha në historinë e inxhinierisë, lëshimin e hardware-it të gabuar me premtimin për ta rregulluar atë më vonë. Përditësimet jashtë ajrit duhet të jenë për të përmirësuar sistemin infotainment ose për të shtuar veçori komoditeti. Megjithatë, prodhuesit po i përdorin ato për të korrigjuar gabimet kritike të inxhinierisë mekanike dhe termodinamike, sipërfaqësisht. Nëse një motor ka një tendencë për të mbinqehur për shkak të dizajnit të dobët të kokës së cilindrit, në vend që të tërhiqet njësi dhe të ridizajnoj pjesën, e cila do të kushtonte miliarda, marka lëshon një përditësim software që zvoglon fuqinë e motorit ose rrit shpejtësinë e ventilatorit. Simptoma zhduket, por dobësia strukturore mbetet. Klienti merr një njoftim në ekranin e tij që thotë se makina e tyre është tani më efikase, kur në fakt motori i tyre është sterilizuar në mënyrë që të mos shpërthej para skadimit të garancisë. Ky model biznesi ka importuar kulturën e Silicon Valley. Lancimi tani, rregullimi më vonë, në një produkt ku siguria është jetike. Sistemet e asistencës së shoferit, ADAS, po shiten që janë gjysmë të pjekura. Kur sistemi dështon dhe makina frenon pa asnjë arsye në një autostradë, frenim fantazm, përgjigja e markës është një kop kodi. Ne po i besojmë jetën ton linjave të softwareve që përpiqen të kompensojnë kufizimet e sensorëve ose kamerave me kosto të ulët që janë verbuar nga shiu. Pika e peshte: zhdukja e butonave fizik dhe kaosi i autobusit të vënave. Eliminimi i butonave fizik nuk ishte një vendim estetik ose ergonomik. Ishte një vendim për të ulur kostot e maskuar si modernitet. Është shumë më lirë të instalosh një flet kristali të lëngshëm se sa të prodhosh 50 çelësa mekanik me telat dhe klapat e tyre përkatëse.
Në një makinë të vitit 1990, ndezja e dritave ishte një proces analog. Një qelës mbëli një qark dhe lamba ndizej. Sot, kur prekni një ikon në një ekran për të ndezur kondicionerin, ajo komand udhton përmes një protokolli komunikim të quajtur CAN bus. Problemi është se këta autobus janë të ngopur. Duke pasur funksione bazë të digitalizuara, fshirëse xhami, drita, pasqyra, ajër të kondicionuar, trafiku i brendshëm i të dhënave është masiv. Nëse moduli i portës së pasme ka një qark të shkurtër të vogël, ai mund të zhurmojë elektronike që bllokon sinjalinë e transmetimit ose motorit. Kjo është arsyeja pse shohim gabime absurde në pult. Dështimi i sistemit të përplasjes, kur makina thjesht ka një sensor parkimi të ndotur. Ndëlidhja totale ka krijuar një sistem ku një dështim i parëndësishëm mund të imobilizojë të gjithë automjetin. Përveç kompleksitetit teknik, ekziston faktori njerëzor. Detyrimi i shoferit të lundrojë nëpër trenën menu në një ekran me prekje për të mjegulluar xhamin e përpall është një gabim sigurie. Përveç kësaj, këto ekrane gjenerojnë nxehtësi të brendshme të vazhdueshme që degradon procesorët që i menaxhojnë ato. Ndryshe nga një buton fizik që funksionon njësoj për 30 vjet, ekranet me prekje vuajnë nga vonesa ndërsa softueri bëhet më i rëndë, derisa hardware-i thjesht nuk mund ta durojë më dhe sistemi të rrëzohet. Pika e 6. Transmetimet CVT e Dual Clutch, DSG, shtypje DCT, kundrejt qëndrueshmërisë. Obsesioni me efikasitetin dhe butësinë e karburantit ka vrarë transmetimet që në të vërtetë zgjatën. Ne kemi ndëruar ingranazet e fuqishme planetare në kutitë e shpejtësisë automatike të konvertuesit çift rrotullues për sisteme që duken sikur janë krijuar për të zgjasur saktësisht sa qiraja. Transmetimet me makinë të ndryshueshme vazhdimisht, CVT, janë teorikisht perfekte. Ato mund ta mbajnë motorin në efikasitetin e tij maksimal në çdo kohë. Por fizikisht, ato janë një katastrofë për jetëgjatësinë. Ato varen nga një rrip metalik që udhëton midis dy rrotullave. Ky fërkim i vazhdueshëm gjeneron nxehtësi të jashtëzakonshme dhe degradim të lëngut që, nëse nuk ndryshohet fetarisht çdo 30.000 kilometra, diçka që tregtarët e përmendin rrallë, përfundon duke djegur transmetimin. Në një motor modern me çift rrotullues të lartë, një CVT është gjithmonë në kufirin e kapacitetit të tij fizik. Nuk ka lidhje të fortë mekanike. Ekziston një varësi totale nga presioni hidraulik dhe fërkimi. Kur rripi rrëshqet vetëm një herë, transmetimi është i dënuar. Kutitë e shpejtësisë me tuftë të dyfisht, të tilla si DSG e famshme me 7 shpejtësi në versionet e saj bazë, premtonin ndërrime të menjëhershme dhe konsum manual. Megjithatë, versionet e tufës së thatë janë një makt në trafikun urban. Ndryshe nga versionet e lara me vaj, të cilat janë më të forta por më të shtrenjta për të prodhuar, tufat e thata nuk kanë asnjë mënyrë për të shpërndarë nxehtësinë kur makina lëviz ngadalë në një bllokim trafiku. Fërkimi i vazhdueshëm gatuan komponentët elektronik të mekatronikës, truri i kutisë. Është e zakonshme të shohësh këto transmetime të dështojnë para 80.000 kilometrave, me riparime që zakonisht të i kalojnë $3.000. Në vitin 1990, kutit e shpejtësisë automatike u projektuan me një diferencë sigurie prej 50% në çift rrotullues të motorit. Sot, për të kursyer peshë dhe materiale, transmisionet janë projektuar me një diferencë prej vetëm 5% ose 10%. Kjo do të thotë se çdo përdorim paksa kërkues, ngjitja në një pjerësi të pjerrët, tërheqja e diçkaje të vogël ose thjesht vozitja sportive, po e shtyn sistemin në prag të dështimit strukturor. Ne kemi sakrifikuar qetësinë afatgjatë të pronarit për një fitim prej 0 litra karburant për 100 kilometra. Pika e 7. Plastika në vendet ku duhet të ketë metal. Inxhinieria e automobilave ka pësuar një transformim rrënjësor në 3 dekadat e fundit. Ajo që dikur projektohej në një kriter të qëndrueshmërisë maksimale dhe rezistencës mekanike, sot udhëhiqet nga një skemë optimizimit të kostos dhe reduktimit të peshës. Shembulli më flagrant i këtij degradimi të qëllimshëm është pushtimi i plastikës në zonat kritike të motorit, veçanërisht në sistemin e ftojes. 20 vjet më parë, një motor mesatar automjeti kishte komponent gize, alumini ose bakri për të menaxhuar rrjedhën e ftosit. Strehet e termostatit ishin metalike. Pompat e ujit kishin shtytës qeliku,
velivjet e radiatorëve ishin bërë nga materiale tafta për të përballuar qindra mijëra cikle termike pa u deformuar. Në tregun e sotëm, realiteti është rrënjësisht i ndryshëm. Inxhinierët i kanë zëvendësuar këto metale me polimere teknike, kryesisht poliamide të përforcuara me fibra qelqi. Megjithse këto materiale kanë përparuar ndjeshëm në vetit e tyre kimike, ato janë ende në thelb inferiore ndaj metalit kur ekspozohen ndaj kushteve ekstreme të një motori modern me djegje. Problemi nuk është vetë plastika, por mjedisi ku ndodhet. Një sistem ftohjeje i nënshtrohet ndryshimeve të vazhdueshme që variojnë nga 10 gradë nën zero në një mëngjes dimri deri në 110 gradë Celsius të temperaturës së funksionimit nën ngarkesë. Kësaj i shtohet presioni i brendshëm i sistemit, i cili zakonisht varion nga 1/2 në 1/5 bar. Arsyeja se prodhuesit këmbëngulin në përdorimin e plastikës është e dyfisht. Nga njëra anë, ekziston kursimi i kostos. Provimi një pjese plastike me injeksion kushton një fraksion të asaj që kushton për të derdhur dhe përpunuar një pjesë alumini. Nga ana tjetër, ekziston presioni për peshë. Çdo gram llogaritet për përmbushjen e rreguloreve të emetimeve dhe zëvendësimi i metalit në plastik kursen disa kilogram në automjetin e përgjithshëm. Megjithatë, për pronarin, ky vendim është një bombë me sahat. Plastika, ndryshe nga metali, i nënshtrohet një procesi degradimi kimik të quajtur kristalizim. Me kalimin e kohës dhe ndëshkimin e vazhdueshëm të nxehtësisë, plastifikuesit që e mbajnë materialin fleksibël avullojnë ose degradohen. Rezultati është një komponent që duket i fortë nga jashtë, por është po aq i brisht sa qëllçi nga brenda. Pika e 8. Zinxhiri i globalizuar i furnizimit. Perceptimi i cilësisë së një marke zakonisht lidhet me logon e saj, por realiteti industrial i vitit 2026 është se prodhuesi, emri të cilit shfaqet në bagazh, mezi prodhon 20% të automjetit. Pjesa tjetër është rezultati një rjeti kompleks furnizuesish global që operojnë nën presion bytës të çmimeve. Në të kaluarën, markat shumë prestigjioze si Mercedes-Benz, BMW ose Audi mbanin një integrim vertikal shumë të thellë. Komponentët kritik prodhoheshin në shtëpi ose në mbikëqyrjen e drejtë për drejtë të inxhinierëve të brendshëm, që kaluan dekada duke punuar me të njëjtët furnizues lokal. Kishte një angazhim për reputacion, që sot është zvendësuar nga përmbushja e kontratave të furnizimit me koston sa më të ulët të mundshme. Kontraktimi masiv ka krijuar një hollim të përgjegjësisë teknike. Kur një markë premium ka nevojë për një sistem të ri injektimi ose një modul kontroli elektronik për modelin e saj të ardhshëm, ajo nis një tender mbarbotëror. Furnizuesit e mëdhenj të nivelit të lartë konkurrojnë ashpër për këto kontrata. Për të fituar, ata duhet të shtrëngojnë marzet e tyre sa më shumë që t'jetë e mundur. Gjë që nga ana tjetër, i detyron ata të transferojnë komponent të vegjël të furnizuesit e nivelit të dytë ose të tretë në vende me rregullore më pak të rrepta të cilësisë. Ky efekt domino bën që një makinë 80.000 euro të përfundojë duke përdorur sensor, vula ose instalime elektrike të prodhuara me standarde që nuk korespondojnë me kategorinë e automjetit. Problemi themelor me këtë zinxhir furnizimi të globalizuar është se kontrollet e cilësisë janë bërë statistikore dhe burokratike, dhe jo mekanike dhe të plota. Prodhuesit janë të kënaqur me certifikatat e pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare, por ata jo gjithmonë kryejnë teste afatgjata të lodhjes në kushte reale për çdo grup komponentës që mbërrin në linjën e montimit. Kjo shpjegon pse ne po shohim një numër të paprecedent të reqesh për markat që ishin historikisht shembuj të besueshmërisë. Nuk është më e pazakont të shohësh një fushat sigurie që prek 1 milion automjete, sepse një furnizues i nivelit të tretë ndryshoi përbërjen kimike të një saldimi në një modul frenimi, për të kursyer 100 targ për një Pika 9. Vajra me viskozitet ultra të ulët. Lufta kundër emetimeve të dioksidit të karbonit i ka çuar prodhuesit e motorëve në një rrugë pa krye, ku mbrojtja e motorit është dytësore ndaj efikasitetit të menjëhershëm të energjisë. Futja e vajrave me viskozitet ultra të ulët, të tilla si 0.20, 0.16 dhe madjeve 0.8 të fundit, është një nga vendimet më të diskutueshme në inxhinierin moderne. Vaji ka një mision të shenjtë në motor, të parandaloj kontaktin metal-metal-metal duke krijuar një film hidrodinamik. Megjithatë, për të zvogluar rezistencën e brendshme të motorit dhe për të përmirësuar konsumin e karburantit me 1 deri në 2%, inxhinierët ka reduktuar viskozitetin e lubrifikantit në nivele që më parë konsideroheshin të rrezikshme.
Përdorimi i një vaji të lëngshëm si 024 ose të ngjashme ka një përfitim të qartë në testet e miratimit të konsumit. Duke qenë një lëng më pak i dendur, motori ndeshet me më pak rezistencë gjatë rrotullimit, gjë që përkthehet në më pak karburant të nevojshëm për të kapërcyer fërkimin e brendshëm. Megjithatë, ky avantazh vjen me një kosto të fshehur në jetëgjatësinë mekanike. Filmi i vajit që mbron kushinetat e boshtit, kamerat dhe muret e cilindrit është jashtëzakonisht i hollë. Në kushte ideale, funksionimi dhe ngarkesat e lehta, ky film është i mjaftueshëm. Por motorët nuk funksionojnë gjithmonë në kushte ideale. Nxehtësia ekstreme, përshpejtimi i papritur me një motor të ftohtë ose përdorimi i zgjatur në autostradë me shpejtësi të lartë, testojnë integritetin e kësaj shtrese mikroskopike lubrifikanti. Kur temperatura e vajit rritet mbi 110 gradë, një vaj me viskozitet të ulët bëhet edhe më i lënshëm duke humbur pjesën më të madhe të kapacitetit të tij mbajtës. Në atë pikë, rreziku i kontaktit metal-metal rritet në mënyrë eksponenciale. Prodhuesit argumentojnë se ata i kanë kompensuar këtë mungesë viskoziteti duke përdorur aditiv kimik të avancuar dhe përpunim shumë më të saktë të pjesëve me toleranca prej vetëm disa mikronësh. Por realiteti në punëtori tregon një histori tjetër. Ne po shohim motor me mezi 100.000 kilometra që tashmë tregojnë konsumim të parakoshëm në unazat e pistonit dhe një humbje kompresim që nuk ishte parë më parë deri pas 300.000 kilometrash. Pika gjete. Strukturat e përplasjes së disponueshme. Inxhinierja e sigurisë ka përparuar në mënyrë mbresëlënëse gjatë dekadave të fundit, por ky përparim ka sjellë me vete një pasojë shkatërruese ekonomike për pronarin mesatar, automjetin e disponueshëm. Në të kaluarën, makinat ndërtoheshin në shasi qeliku me shtylla dhe kryq që lejonin riparime strukturore relativisht të thjeshta. Një goditje me shpejtësi të ulët mund të dëmtojë lamarinën e jashtme dhe ndoshta të përkul pak një maj shasie që një punëtor i aftë mund ta drejtojë në një stol shtrirjeje. Sot, kjo mundësi është zhdukur pothuajse plotësisht në favor të strukturave me materiale të përziera dhe derdhjeve të mëdha të aluminit. Përdorimi i aluminit në kornizat e përplasjes dhe kullat e pezullimit i përgjigjet nevojës për të reduktuar peshën për të respektuar rregulloret mjedisore, por sjellja e tij fizike në rast ndikimi është rrënjësisht e ndryshme nga ajo e çelikut. Ndërsa çeliku është duktik dhe mund të kthehet në formën e tij origjinale, duke ruajtur pjesën më të madhe të integritetit të tij strukturor, alumini është i brisht. Kur një strukturë alumini deformohet, më shpesh ndodhin mikroçarje që e zhvlerësojnë plotësisht pjesën. Prodhuesit ndalojnë në mënyrë eksplicite shtrirjen ose riparimin termik të këtyre komponentëve. Nëse një kull pezullimi e një automjeti modern merr një goditje që e zhvendos atë me vetëm disa milimetra, e vetmja zgjidhje teknike e miratuar është zëvendësimi total i seksionit strukturor. Kjo na sjell në konceptin e humbjes totale nga dizajni. Siguruesit po deklarojnë automjetet mezi 2 ose 3 vjeç që janë goditur në qytet me më pak se 30 km/h një humbje totale. Arsyeja është thjesht financiare. Kostoja e zëvendësimit të një moduli të tërë strukturor, i cili shpesh vjen i ngjitur dhe i mbërthyer me ngjitës të hapësirës ajrore, te i kalon 50 ose 60% të vlerës komerciale të makinës. Pika nxembedhjet. Mungesa e mirëmbajtjes parandalues. Një nga mjetet më të fuqishme të marketingut të koncesionarëve të sotëm është premtimi i mirëmbajtjes minimale. Në sloganin e komoditetit të klientit, markat kanë zgjatur intervalet e ndërimit të vajit dhe filtrit në shifra absurde, të tilla si 30.000 kilometra apo edhe çdo 2 vjet. Për një konsumator që nuk ka njohuri për mekanikën, kjo duket si një avantazh ekonomik dhe kohor. Megjithatë, për çdo që e kupton degradimin kimik të lëngjeve, kjo është një strategji e fshehtë e vjetërsimit të planifikuar. Asnjë vaj motori, sado sintetik dhe i avancuar, nuk ruan vetit e tij optimale të lubrifikimit dhe parandalimit pas 20.000 kilometrash përdorimi real, veçanërisht në udhëtime të shkurtra urbane. Problemi përkeçësohet në motorët modern turbo me zhvendosje të vogla. Këta motor funksionojnë në temperatura shumë më të larta dhe gjenerojnë një sasi më të madhe të mbetjeve të djegjes që përfundojnë duke ndotur vajin. Kur lubrifikanti udhëton për 30.000 kilometra, ai fillon të trashet dhe të formojë lum që bllokon kanalet e ngushta të lubrifikimit të turbochargerëve dhe aktuatorët e shpërndarjes së ndryshueshme.
Është shumë e zakonshme të shohësh defekte katastrofike të motorit me vetëm 70 ose 81 kilometra. Historia e mirëmbajtjes së të cilëve është e përsosur sipas standardeve të prodhuesit, por që janë brenda plot me depozita karboni. Pika e dimbedhjete. Modeli i abonimit. Pse makina e së ardhmes është projektuar për t'u marrë me qira dhe për t'u kthyer, jo për t'u trashëguar. Koncepti i pronësisë së makinave është nënsuar frontal nga industria. Prodhuesit kanë kuptuar se një klient që blen një makinë dhe mban atë për 15 vjet është një marrëveshje e keqe. Paradigma e re është makina si shërbim. Përmes produkteve financiare, si qiraja ose leasing për individ, markat po e shtojnë konsumatorin drejt një modeli ku ata kur nuk barojnë të paguajnë për automjetin. Dizajni i makinave të sotme e përforcon këtë trend. Kompleksiteti elektronik, pamundësia e riparimit jashtë rrjetit zyrtar dhe degradimi i qëllimshëm i materialeve të brendshme e bëjnë mbajtjen e një makine përtej 5 ose 6 viteve një vendim financiarisht iracional. Pavarësisht kësaj perspektive të zëmt, ka ende ishuj rezistence në industrinë e automjeteve. Për të identifikuar një automjet që është ndërtuar vërtet për të qëndruar, duhet të shikojmë përtej ekraneve të ndritshme dhe shifrave të homologuara të konsumit. Makinat më të besueshme janë zakonisht ato që përdorin teknologji të provuara dhe jo eksperimente të minutës së fundit. Motorët logjikisht me zhvendosje që nuk mbështeten në turbo të vegjël për të lëvizur, transmetimet automatike të konvertuesit çift rrotullues në vend të sistemeve komplekse të thata me tuftë të dyfisht dhe markat që ende mbajnë integrim të rëndësishëm vertikal në prodhimin e tyre, janë treguesit kryesor të investimeve inteligjente.